Ja ku rikthehemi në studio për të folur sot për lumin Vjosa, ka qenë kryefjalë për gjatë këtyre ditëve që prej fillimit të kësaj jave, kur u bë publik lajmi se tashmë është bërë pjesë e listës së trashëgimisë së UNESCO-s, pas përpjekjeve të shumta e disa vjeçare të shumë aktivistëve për hir të vërtetës, në lumi Vjosa pas shpalljes park kombëtar merr një tjetër status, këtë të UNESCO-s, me shpresën për ta ruajtur dhe për të mos u prekur në shumë kuptime kjo, por për të mësuar më tepër se çfarë përfitimesh kemi nga mbrojtja UNESCO-s për Vjosën dhe çfarë roli do të luajë veçanërisht në turizëm ky status, ne jemi sot në studio me aktivisten dhe themeluesen e Qendrës Lumi, Besiana Guri, të cilën e falenderojmë që gjeti kohë të jetë me ne dhe gjithashtu e falenderojmë që gjithnjë është e gatshme për të folur për pasuritë natyrore të vendit. Besiana, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj ke pasur shumë intervista këto ditë dhe si një grua, le të themi, që i ke qëndruar mbi kokë, jo vetëm Vjosës, por edhe pjesëve të tjera të Shqipërisë që kanë nevojë për vëmendje edhe për të ngritur zërin për të mbrojtur. Na thuaj pak si e pritët një lajm të tillë edhe prej sa kohësh ishte duke u punuar për të marrë këtë mbrojtje Vjosa? Patjetër është një lajm shumë i mirë, është një lajm që të mbush me krenari, të mbush me kënaqësi edhe për vetë faktin që kam kaq vite angazhuar si unë, si ekipi me cilën unë kam punuar për shumë vitesh, është patjetër një mbrojtje shtesë. Është një promovim që i bëhet Shqipërisë, një promovim që i bëhet Vjosës, është një mundësi e mirë, ndoshta një mundësi për t'i parë gjërat edhe një këndvështrim tjetër, sepse përfshirja e Vjosës në UNESCO tashmë e zgjeron pak territorin, pra flitet për luginën, jo vetëm për lumin, ndërkohë që parku kombëtar fokusohet tek lumi, tek rrjedha e lumit dhe shtrati i tij aktiv, ndërsa pjesa e luginës, pra që është edhe anash lumit, është ajo që do të mbrohet dhe do të jetë pjesë e rezervës njeriu dhe biosfera. Normalisht ishte një punë që kishte filluar, ne ishim në dieni, është një iniciativë e Ministrisë Mjedisit, pra turizmit dhe mjedisit në kohën kur u fillua, diku te një vite pak, pra një vite gjysmë më parë. Është një iniciativë e mirë, një iniciativë për të përshëndetur. Megjithatë, patjetër që duhet parë se si do të shkojë krah për krah me zbatimin e parkut, me mbrojtjen e terren, me mënyrën se si do të zhvillohet zona, patjetër në mënyrë të kujdesshme. Pra është një hap i cili është ndërmarr, por është vetëm fillimi. E vërtet. Tani duke marrë në konsiderat gjithë punën që në fillim për Vjosën, a e kishe menduar që do të vinte tani kaq shpejt, mund të themi se ndoshta do të ishte mirë që të bëhej edhe më parë mbrojtja nga UNESCO, por a e kishe menduar këtë? E kisha menduar të thoya që Vjosa ka të gjitha kriteret, pra e meriton që të jetë një pasuri botërore e ruajtur. Mënyrat për ta mbrojtur atë janë nga më të ndryshme dhe kjo e UNESCO-s patjetër që është një gjë që krijon një farë ndjesie krenarie edhe për njerëzit që jetojnë aty. Pra jo vetëm për ne, për mua ose për aktivistët, të cilët në fakt shpesh herë edhe kur kemi lajme të gëzuara duke futur brenda kriticizmi, nuk gëzohemi 100%. Jemi gjithmonë që jo, po shumë mirë bëni. Shohim se sa vërtet do të ruhet dhe se sa ky status do të merret seriozisht nga institucionet. Nga ana tjetër, ata që ndjejnë ndoshta një krenari pak më të madhe janë banorët që jetojnë aty. Janë njerëzit që në fakt edhe i kanë syt nga mënyra se si do të marrë zhvillim zona e tyre. Ose ka një ndikim, besoj, edhe te komuniteti lokal, status i tillë. Po, në fakt ky status që përfshin pra pjesën përtej parkut vet, është një gjë që i ndihmon më shumë vet banorët edhe komunitetet që të bashkëjetojnë në harmoni me natyrën. Çfarë do thotë? Ata nuk kanë ditur ta bëjnë këtë. Por tani do të ketë mbështetje. Nëse më para njerëzit ishin pak të paorientuar, tani nëse patjetër do të ndiqen gjitha standardet, do të ketë disa direktiva, do të ketë një farë drejtimi se si ata duhet të zhvillojnë aktivitetin e tyre, qoftë në turizëm, qoftë edhe në
bujqësi, po. Pra, se na vjen kjo anglishtja. Dhe patjetër që do të ketë një kombinim të gjërave mes parkut kombëtar, mes kësaj statusit të fundit, edhe përveç se vetëm të mira do sjellë. Po, patjetër, por nëse mund të kthehemi pak mbrapa në kohë, diku tek një dekadë më parë ndoshta, dhe këtu jeni për të përgëzuar, ka qenë e vështirë edhe të bindni ndoshta vetë komunitetin aty që Vjosa ishte lumi vetëm i egër në Europë, kështu që besoj me ngritjen e zërit edhe me punën që keni bërë deri tani, absolutisht që keni bindur dhe vetë banorët që është një pasuri kjo gjë, apo jo? Po, është në fakt një hap që është te kaluar shumë vite më parë. Sigurisht që në fillim banorët nuk e kishin këtë, duke filluar dhe nga unë apo dhe shumë qytetarë Shqipërisë. Absolutisht që po. Nuk e kishin këtë informacion ose nuk kishin të ndërgjegjshëm që Vjosa ishte një lum kaq i rrallë edhe kaq i veçantë për gjithë Europën. U bë një studim që doli në këtë rezultate dhe ishte nisja më e mirë për fushatën për mbrojtjen e Vjosës dhe qëllimi për ta mbrojtur atë bazohej mbi fakte shkencore. Edhe në momentin që ti shkon te komunitetet dhe ja shpjegon këtë gjë, edhe pse është kaq i rëndësishëm, kush janë vlerat, njerëzit e kanë shumë thjesht ta kapin këtë informacion sepse në fakt ata e njohin shumë mirë lumin. Ato e dinë që aty ka shumë specie, ndonjëherë dinë më mirë edhe se ne që jetojmë në Tiranë dhe janë shumë më afër me lumin. Mjafton vetëm një konfirmim që vjen nga ekspertët që ata vërtet ta marrin dhe ta bëjnë veten edhe si kauzë. Në fakt komunitetet e Vjosës kanë qenë që në fillim për një mbrojtje, flasim këtu në kohën kur ne filluam fushatën, flitej për hidrocentralet, pra aty do të ndërtohesh një hidrocentrale, shpeshherë komunitetet nuk ishin pyetur, nuk kishin dijenin, siç ndodh. Dhe në momentin që ata e marrin vesh është tepër vonë, sepse kemi kontrata që janë të nënshkruara, kjo ka bërë që ata të reagimet e komuniteteve të jenë pak më të forta, fatmirësisht, sepse kur shikon problemin tek porta, njeriu është më i predispozuar për të reaguar. Veçanërisht në Shqipëri që shpeshherë apatia është një gjë që na ndikon, nuk kemi një reagim të gjerë qytetar, prandaj neve na u deshën më shumë se 10 vjet punë, fushate, ndërgjegjësimi, aksione nga më të ndryshmet për të bindur qeverinë, për të bindur dhe gjithë publikun e gjerë. Patjetër qeveria mund të ishte dhe duhet ishte bindur pak më herët, se sot do të ishim duke bërë një punë shumë të madhe me parkun, pra duhet ishim pak më të avancuar. Megjithatë, më mirë vonë se kurrë. Po, absolutisht. Tani prap jemi në momente të mira për Vjosën. Në momente të mira, por a ka shqetësime reale, probleme reale në terren? Kam fjalën këtu, tani, pas shpalljes park kombëtar, pas përfshirjes nga UNESCO, cilat janë këto shqetësimet reale që ndeshen tani në Vjosë? Po, vërtet, jemi në moment të mirë për sa i përket nga ana ligjore, pra kemi një vendim, e statusit, po. Nga ana e statusit, kemi dhe vendimin e UNESCO-s, vendimin e parkut, jemi mirë. Por, në terren ka shumë problematika që ende nuk kanë marrë zgjidhje. Problematika të cilat fillojnë që nga mbetjet, pra menaxhimi i mbetjeve, që nga gryerja e shtratit të lumit për marrjen e inerteve, që nga ndotja nga industritë e rënda si nafta, bitumi, marrja e ujit për vaditje, për ujësjellsin e himarës, pra janë një sër problematikash që ende janë ekzistente në park. Edhe plani i menaxhimit në fakt i adreson dhe jep afatet e veta për të zgjidhur këto. Aktualisht nuk ka pasur vërtet një reagim shumë të shpejtë. Prandaj e përmenda edhe në fillim që është shumë e rëndësishme sa realisht do të mbrohet Vjosa në terren. Sa do të merren masa që të zbatohet plani i menaxhimit apo dhe gjithë standardet që parashikon ky status i fundit. Kurioz jam, a ka një plan menaxhimi të mirëfillt tani momentalisht aty dhe a ka një administrat, nëse mund ta përdor këtë term, që merret me këto probleme, me këto shqetësime? Ka një administratë e cila sapo është krijuar. Ligjërisht duheshin bërë disa ndryshime në fakt sepse zonat e mbrojtura aktualisht menaxhohen nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e zonave të mbrojtura. Dhe zyrat rajonale. Por zyrat rajonale kanë për të menaxhuar edhe zona të tjera, pra jo vetëm parqet kombëtare. Vjosa në vetvete është një park kompleks. Kap 3 zyra rajonale të zonave të mbrojtura, 12 bashki, pra është një park i shtrirë dhe shumë kompleks dhe kishte nevojë për një administratë të dedikuar. Dhe kjo u bë në fakt që në fazën e planifikimit dhe fatmirësisht u miratua.
mori kohën e vet, ndoshta pak më shumë se ç'duhej, megjithatë vendimi doli, administrata është krijuar, por janë në hapat e parë. Pra kemi 2 vjet park dhe administrata sapo ka filluar punën. Kështu që është e kuptueshme që ndoshta në terren nuk ka qenë shumë prezente, por për sa kohë e ka filluar punën, duhet ta filloj fuqishëm. Pra, po, e vërtetë, sepse kishim një episod gjatë verës, në mos gaboj në Vjos me naftën, me rrjedhjen e naftës nga puset që janë atje. Edhe çfarë ndodh në këtë raste? Si ndërhyet? Kush e mban përgjegjësinë? Tani ndoshta edhe pajisjet e këtyre puseve të naftës janë vjetruare. Nuk e di si mund të ndërhyet për të mos u përsëritur një episod i tillë. Në fakt, ndotja e naftës ishte një episod që mund të ketë ndodhur dhe më parë. Ne e dim që ato kanë qenë dhe ka pas aksidente të tjera edhe më herët. Okej. Megjithatë, ky ishte momenti ku doli ne sipërfaqe dhe e pam edhe e evidentuam si problem. Një problem ose një ndotje katastrofike që sjell një ndotje të pakthyeshme, edhe dëme të pakthyeshme. Shumë dëme të pakthyeshme dhe dëme të dukshme, imagjinoje sa janë ato të padukshmet. Pra ne pam aty iriq të ngordhur, peshë të ngordhur, pra gjallësa që kishin ngecur aty, kishin shkuar të pinin ujë, sepse nafta ishte derdhur në një nga rrëket ose mini degët e lumit, ishte shumë afër lumit. Dhe pa llogaritur këtu se sa shkon ajo poshtë në dhe në ujërat nën toksor, e më pas tek bimët, e tek peshqit, e tek deri tek tavolinat tona ushqime që ne ham. Prandaj këto episode nuk duhet përsëriten. Teknologjia si menaxhohen mund të jetë e vjetruar, mund të ketë nevojë për investime, por mund të ketë nevojë dhe për më shumë kontrolle. Sepse shpeshherë kompanitë janë ato që e kanë detyrim ligjor, por nuk janë të përgjegjshëm. Këtu hyn roli i institucioneve. E vërtet. Tani përtej mund ndalemi pak tek këto problematikat e padukshme, jo vetëm në Vjos, por edhe përtej saj, përtej hidrocentraleve, rrezikut për lumenjt, cilat janë disa prej problemeve që ndoshta ne nuk i shohim. Janë probleme në zona më të thella të vendit, të Shqipërisë, dhe cilat janë këto pjesë të Shqipërisë që kanë më shumë presione të tilla. Hidrocentralet, unë do t'i konsideroja presionin më i madh që po i bëhet në të paktën në 10 vitet e fundit ekosistemeve natyrore në Shqipëri, burimeve ujore. Fatmirësisht Vjosa shpëtoi nga kjo, por pjesa tjetër e Shqipërisë nuk ka shpëtuar. Nuk kemi lënë pa sakrifikuar Valbonën, Cemin, në veri, duke përjashtuar këtu Drinin që patjetër është bërë shumë vite më parë. Po tentojmë që ta vazhdojmë atë kaskadën e Drinit me Skavicën, kemi në zonën e Mirditës, e gjithandej. Pra pjesa konfliktet që lidhen me ujin janë një nga presionet më të mëdha që po i bëhet sot për sot. Nga ana tjetër, pyjet. Ne çdo verë po humbasim pyje. Shkak zjarrvënie, shpeshherë e qëllimshme. Pastaj për masat që merr të pamenaxhueshme. Kjo verë vërtetoi këtë gjë dhe ishin të pamenaxhueshme. Tregon që edhe ndoshta nuk jemi të përgatitur që t'i menaxhojmë në kohë dhe ama humbja e pyjeve është një humbje shumë e madhe sepse për të rikuperuar ato duan qindra vite. Pra nuk është një gjë që mund të rikuperohet shpejt. E pastaj duke vazhduar tek mënyra se si për hir të zhvillimit ne po shkojmë dhe po ndërtojmë ose po planifikojmë të ndërtojmë resorte turistike, praktikisht të urbanizojmë zona që janë të paprekura, që janë edhe zonat mbrojtura siç është delta e Vjosës, apo dhe gjithë bregdeti në jug të Shqipërisë. Pra kemi zona Putrinti, përreth, pra janë zona që kanë qenë një pasuri kombëtare, natyrore, dhe po sakrifikohen për hir të një zhvillimi të shpejtë. Pra çfarë po i lëmë ne brezave që do vinë? Çfarë do të zhvillojnë ata më vonë? Ose nëse ata do kenë mundësinë ta vendosin që do donin të mbronin këto ekosisteme natyrore apo do donin edhe ata të zhvillonin. Pra ne po i bëjmë çdo gjë tani dhe nuk po lëmë realisht nuk po lëmë gjë për brezat që. Dhe kjo është për të ardhur keq. Mënyra se si po menaxhohet është ndoshta më agresivja do thoja. Pra se si po menaxhohen këto zona. Që besoj një ndikim shumë të madh ka edhe mënyra se si jemi edukuar me mjedisin apo jo. Kemi apo jo ndërgjegje mjedisore?
Ne si popull. Kjo është pika ime e dobët, unë punoj shumë me fëmijët, edhe kam një mision personal. Dhe pankarta bëhen shumë në ditën e tokës, në ditën botërore të mbrojtjes mjedisit, por realisht unë shikoj çdo ditë që fëmijët janë të paedukuar që në atë ambalazhin e gjërave që mbajnë në dorë. Shiko, fëmijët nuk kanë asnjë faj. Faj, nëse do të gjejmë faje, janë tek të rriturit. Sepse fëmia është pasqyrim i të rriturve, s'ka rëndësi se kush është i rrituri. Unë marr shembullin me vajzën time. Nëse ajo do të ketë një qese apo një ambalazh në dorë, ishte 2 vjeç ose 3 vjeç kur e mësoj që kjo nuk duhet hidhet në tokë. Absolutisht që po. Sepse unë i flisja, por jo vetëm me të folur, po ajo dhe shikon veprimet. Unë asnjëherë nuk do e hedh atë ose nuk e hedh në rrugë. Madje deri në atë pikën, pra ajo është e ndërgjegjësuar në pikën që kur shikon dikë që bën një veprim gabuar, kthehet nga unë dhe thot, "Se hodhi bishtin e cigares zotria në tokë ose letrën." Pra që këtu fillon mënyra se si ne i edukojmë fëmijët dhe se si ne sillemi. Por fëmijët ose brezat e ardhshëm janë pjesë një shoqërie që është akoma larg ndërgjegjjes qytetare për një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm. Për sa kohë do të kemi një indiferentizëm të tillë, dhe kam frikë që nëse do vazhdohet me urbanizim do ta humbim dhe më shumë, se në momentin që ne humbim lidhje me natyrën, jemi pak më të ftohtë. Nuk ndoshta nuk e kuptojmë mirë se çfarë do të thotë një mjedis natyror. Se do na bëj shumë përshtypje. Kështu që nuk e di, duhet shumë edukim. Edhe un jam patjetër që e fokusuar që të bëj sa më shumë tek kjo pjesë. Edukim tek fëmijët, tek të rinjt, qoftë edhe tek brezat më të rritur, por nuk ka zgjidhje ose zgjidhja nuk vjen nga iniciativa të vogla, në fakt duhet të ketë një plan kombëtar. Pra duhet të ketë një edukim dhe një ndërgjegjësim mbar kombëtar dhe këtë gjë më mirë se sa institucionet nuk e bën dot një organizatë ose një grup individësh. Por do të këmbgulja tek familja. Unë vetëm një javë më parë isha në Dajt për piknik me familjen time dhe vendi ku vendosa të shtroj piknikun ishte i gjithë me mbeturina. Imagjino në një park kombëtar siç është dhe Dajt. E kam parë dhe në parqe të tjera. Është një katastrofë. Absolutisht e pafalshme për gjithë ata që konsumojnë diçka dhe e lën aty. Ndërkohë koshat janë kudo, edhe në Dajt. Duhet thënë, ka kosha kudo. Dhe kjo është për të ardhur keq dhe familja mbi të gjitha besoj ka forcën më të madhe për të nisur këtë ndryshim, për të edukuar brezat. Jo, kjo është një veprim shumë i thjeshtë, se problematikat mjedisore janë nga më të ndryshme, por kjo është ajo që çdo qytetar mund ta bëjë shumë kollaj. Ato mbetje që i ka marrë me veten piknik, ti fusin në çantë dhe nëse s'ka një kosh, e ti çoj te koshi më i afërt. Kjo është një malja. Absolutisht po. Përveç këtyre dëmeve që i shkaktojmë vetë natyrës, tani u shkëputëm pak nga vjosa, do doja pak të prekja çfarë kanë sjellë ndryshimet klimatike në këto pasuri natyrore. Ndryshimi klimatik duket një term pak i pakuptueshëm ose i paperceptueshëm, por unë edhe pse nuk jam eksperte e mirëfillt mjedisi, kam shumë vite që punoj mjedis, kam filluar ta shoh me sy të lirë. Pra, edhe unë dhe gjithë ne po i shikojmë efektet e ndryshimeve klimatike. Gjithë këto ndryshimet e motit në mënyrë ekstreme po vërtetohet çdo vit që vinë shtohen dhe janë të gjitha efekti i ndryshimeve klimatike. Por edhe burimet ujore janë ende, domethënë çdo vit edhe vinë në rënjë. Mungesa e borës, duke mos pasur borë në male, rrjedhimisht kemi më pak ujë në përburime, e të tjerë dhe sipas parashikimeve do të ketë një rënje edhe më të thellë të burimeve ujore në 30 vitet e ardhshme. Prandaj kjo pjesa e ujit është një nga prioritetet për mendimin tim që duhet të mirë menaxhohet dhe të ketë kujdes se si do të përdoren këto burime ujore, sepse sa vjen e do të jenë më të pakta. Tani për të ndalur pak tek qendra Lumi që është themeluar rishtas nga ju, a mund na thoni pak se çfarë ka në fokus edhe ndonjë prej projekteve të afërta, iniciativave të afërta që do të ndërmerrni me të? Qendra Lumi është një organizatë që përtej emrit Lumi. Po, ka kuptim të drejt për drejt. Ka lidhje me mbrojtjen e natyrës në përgjithësi, po burimeve ujore në veçanti dhe qëzimin e komuniteteve, grave dhe të rinjve. Ky do të jetë fokusi kryesor dhe le të themi energjia më e madhe që do të shkojë nga unë dhe nga ekipi për të bërë komunitetet që janë të lidhur me mjedisin
më të fuqizuar, më të informuar, më të ndërgjegjësuar që të jenë ata që reagojnë të parët. Të jenë ata që ngrenë zërin për problematikat që i synojnë jetesën e tyre. Por kjo bëhet patjetër duke i bërë ato pjesë një procesi, duke i bërë pjesë të një fushate, pjesë të një aktiviteti specifik. Momentin që ti ke ato pjesë të angazhimit qytetar për mjedisin, ke më shumë gjasa që ata të jenë aktivist, që ata të jenë qytetar të ndërgjegjshëm. E ky do të jetë fokusi. Do ta filloj me punën me gratë, jo vetëm në Vjos, por një fushat e gjerë, për t'i dhënë atyre dritën e nevojshme, vëmendjen e nevojshme, sepse shpesh herë, sidomos në zonat rurale, gratë janë inekzistente në problematikat mjedisore, por jo vetëm, dhe kanë shumë për të thënë, kanë shumë për të treguar, dhe janë në fund të ditës ato që preken më shumë. Sepse janë gratë ato që merren me vjushmërinë e punëve të shtëpisë, të larjes, të shplarjes, të gatimit, të edukimit të fëmijëve. Pra janë një bërtham kyçe që duhet punohet, por edhe duhet që të jepet pak kurajo që të shfaqen, të tregojnë se çfarë kanë mësuar nga jeta, çfarë kanë mësuar nga bashkëjetesa me natyrën. Si biosfera e njeriu është një, le të themi, çështja që e lidh bashkëtesën e njeriut me natyrën, është si të bashkëjetojnë të dyja në mënyrë të ndjeshme. Tani do doja përpara se ta mbyllim një parashikim, do të thoja, si e sheh pas 10 apo 15 vitesh Vjosën. Duke parë se si ka ecur, pa diskutim, duke marrë në konsiderat këtu dhe ndikimin që mund të ketë në turizëm, se interesi të huajve është pikërisht te këto pika të veçanta e pasurinë natyrore të veçanta të Shqipërisë, apo jo? Nëse do të mirë menaxhohet, se gjithmonë e vë theksin te kjo, sepse turizmi nga një mundësi për komunitetet mund të kthehet një kërcënim. Nëse nuk menaxhohet mirë, pra nëse ne përfundojmë tek një turizëm masiv në një zonë natyrore sensitive, siç është Parku Kombëtar, aty kemi të bëjmë me një problem. Dhe për 10 vite unë patjetër që do ta shikoj, se do ta ëndërroja që edhe kjo pjesë të jetë e zgjidhur. Dhe të kemi një turizëm të qëndrueshëm, një turizëm që vjen dhe respekton natyrën, pra një turist që vjen dhe respekton natyrën dhe vjen aty për atë ekosistem kaq të rrallë dhe jo ndoshta për disa facilitete që mund t'i kesh edhe në zona të tjera. Pra të mos synojmë që në parqe kombëtare të kemi resorte me pesyje apo facilitete luksi. Ta mbajmë mënyrën e zhvillimit të turizmit gjithmonë tek ekoturizmi dhe tek bizneset lokale. Vjosën do ta shikoja pas shumë vitesh të mirë menaxhuar, me tabela do të doje ta shikoje kështu. Po. Pra thash do ta mbyll me një ton pozitiv. Okej. Me tabela informimi, me shtigje të markuara, me njerëz të përgjegjshëm, me administratë funksionale, të dedikuar dhe të shtuar në kapacitete dhe në staf, dhe me njerëz që vazhdojnë të respektojnë edhe mundësisht të rinj që kthehen dhe duan të jetojnë në Vjos. Kjo është ajo tabloja e bukur. Okej, shumë e bukur. Nuk dua ta them të zezën, që mund të ndodh. Atë bardhëzinë. Okej. Jo, do donim vërtet të ishte kjo tabloja dhe është perfekt. Ja, urojmë që të realizohet kështu dhe ta shohim kështu pas një dekade Vjosën. Ti përmende që të mos përfundojmë tek turizmi masiv dhe është i rrezikshëm në pjesë të tilla, sepse diçka e ngjashme po ndodh me lumin e Shalës, apo jo? Po. Kemi shembullin konkret. Unë e kam vizituar lumin e Shalës në vitet e para kur u përmend dhe u lakua edhe u njoh me shumë gabime të njerëzve që shërbenin aty me ato varkat, pa lek shpëtimi, pa asgjë. Gjithsesi e kam vizituar, ishte një mrekulli e natyrës, por tani po rrezikohet nga mbi popullimi, apo jo, i vizitorëve. Densitet shumë i madh njerëzish në një kohë të shkurtër, kryesisht fundjava, që shkojnë, ndosin, shqetësojnë, kemi të bëjmë një zonë natyrore. Ndosin shumë. Dhe pastaj hapin dhe oreksin e banorëve për të ndërtuar më shumë, dhe kjo është ajo që banorët patjetër do ta shohin si një mundësi.
edhe do duan që të ndërtojnë edhe të zgjerojnë biznesin e tyre dhe sa më shumë kjo bëhet një rreth vicioz pastaj. Sa më shumë njerëz do vinë deri në një moment që ajo do shkatërrohet, urojmë që jo, por që deri në momentin që ajo mund të shkatërrohet dhe pastaj njerëzit nuk do kenë më interes të shkojnë. Pra nëse ne shkojmë në Shalë apo shkojmë në Vjos apo shkojmë diku në një zonë natyrore, pikërisht që kjo është një natyrë kaq e bukur, duhet ta mendojmë mënyrën se si ne shkojmë atje edhe mënyrën se si i qasemi i vendi. Urojmë shumë që vëmendja të shkojë aty ku duhet. Momentalisht Lumi i Shalës është kritik në thonjza për mënyrën se si po menaxhohet edhe nga komuniteti lokal atje që kanë ndërtuar 2 biznese për të pritur vizitorët. Besiana, shumë faleminderit që ishe në studio, të uroj shumë suksese edhe me qendrën Lumi që sapo është themeluar, edhe pa diskutim të përgëzojmë për çdo iniciativë që ke ndërmarrë dhe ke qenë në krye të punëve, le të themi, që kanë të bëjnë me mjedisin. Shumë faleminderit, do të kemi mundësi të dëgjojmë e të shihemi sërish në intervista. Ishte shumë kënaqësi si gjithmonë dhe faleminderit edhe juve. Faleminderit. Okej, do të bëjmë një shkputje muzikore tani dhe do të rikthehemi sërish në studio.